Paralajmëroj në mjekët, ja ushqimet që nuk duhet të hahen para gjumit. Përveç ushqimeve që mund të prekin çdo individ për shkak të disa intolerancave, ka edhe ushqime dhe pije të cilat duhet të shmangen gjatë natës pasi mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit dhe në shëndetin tonë të përgjithshëm. Ja cilat janë ushqimet që duhet të evitohen. Nuk na habit fakti se kafeja është në këtë listë. Të gjithë e dimë se kafeja të zgjon, prandaj konsumojeni atë pas mëngjesit. Përveç kësaj, ka edhe çokoladë dhe kafeinë të cilat mund të ndikojnë në cilësinë tuaj të gjumit. Ushqimet e nxehta duhet të shmangen përpara gjumit pasi kanë të ngjarë të shkaktojnë shqetësime të stomakut, të zorrëve dhe cilësinë e gjumit e rëndojnë. Ushqimet e skuqura janë të dëmshme për organizmin, veçanërisht kur i konsumoni në mbrëmje. Ushqimet e yndyrshme marrin më shumë kohë për të tretur dhe krijojnë vështirësi gjatë natës. Për një gjumë më të mirë, evitoni konsumin e këtyre ushqimeve, citon Healthline.